Ju përshëndes të gjithëve, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ me mua, Ernila Luze. Nëse Italia mbetet forca dominuese për nga numri i ndërmarrjeve, Holanda shfaq një profil tjetër në Shqipëri. Më pak kompani, por një peshë shumë më të madhe në shitje neto, se sa sugjeron prania e saj në letër. Në pamje të parë tablo e biznesit të huaj në Shqipëri tregon se Italia dominon bindshëm. Ajo ka numrin më të lartë të ndërmarrjeve me pronësi apo bashkëpronësi të huaj në vendin tonë dhe mban peshën kryesore në punësime në shitje. Por të dhënat për te rënditjes së thjeshtë sipas numrit të kompanive tregojnë një tjetër histori, atë të Holandës. Sipas raportit e Instat për ndërmarrjet e huaj dhe përbashkëta në Shqipëri operonin 92 ndërmarrje me kapital holandez, ndërkohë ndërmarrjet italiane ishin rreth 2930. Diferenca është e madhe, pothuajse dërmuese në numër. Megjithatë, kur vjen puna te shitjet neto, pesha e Holandës rezulton shumë më e lartë se sa do të pritej nga kjo prani relativisht të kufizuar. Kompanitë holandeze zënë 9.2% të shitjeve neto të ndërmarrjeve të huaj dhe të përbashkëta, ndërsa Italia 25.6%. Kjo do thotë se Holanda nuk po dallohet në Shqipëri për shtrire të gjerë, por për qëndrim në ndërmarrje me peshë të lartë ekonomike. Me vetëm 92 kompani ajo arrin të mbajë një peshë të ndjeshme të shitjeve neto në këtë segment të ekonomisë. Ky kontrast bëhet edhe më i qartë kur krahasohen dy treguesit kryesor. Holanda mban 5.6% të punësimit në ndërmarrjet e huaj dhe të përbashkëta, por pjesa e saj në të ardhurat e gjeneruara është dukshëm më e lartë se sa pjesa në punësim. Kjo sugjeron një profil biznesi më të përqendruar në aktivitete me vlerë të lartë, kapitale më intensive ose kompani me volum më të madh qarkullimi. Ky profil nuk del vetëm te shitjet. Edhe në investime direkte, Holanda renditet në krye të stokut të investimeve të huaja në Shqipëri në fund të vitit 2025 me 2.7 miliardë euro. Kjo e forcon më tej idenë se prania holandeze në ekonomi nuk është e gjerë në numër, por e përqendruar në kapitale të mëdha dhe në aktivitete me peshë. Treguesi i ndjesisë ekonomike u rrit let me 0.6 pikë në muajin mars, ndikuar kryesisht nga përmirësimi i besimit në sektorin e tregtisë. Vlerësimet e bizneseve të këtij sektori ishin optimiste për ecurinë aktuale të shitjeve, si edhe për nivelin e punësimit në të ardhmen. Treguesi i ndjesisë ekonomike u rrit let me 0.6 pikë në muajin mars. Sipas të dhënave të fundit nga Banka e Shqipërisë, rritja u ndikua kryesisht nga përmirësimi i besimit në sektorin e tregtisë. Në të kundërt, treguesit e besimit në sektoret e tjerë të ekonomisë kontribuan negativisht, por niveli aktual qëndron rreth 8 pikë mbi mesataren. Treguesi i besimit të industrisë ul me 2.4 pikë përqindje në mars, pas një periudhe 5 mujore rritje. Rezultati u ndikua nga vlerësime më pak optimiste të bizneseve për prodhimin industrial, si dhe për ecurinë e kontratave porositëse nga eksportet, ndërkohë pritjet e bizneseve për çmimet në të ardhmen janë rritur ndjeshëm këtë muaj. Treguesi i besimit në ndërtim ul me 4 pikë përqindje në mars, por niveli i tij është rreth 6 pikë përqindje mbi mesataren historike. Në rezultatin e mësipër ndikuan vlerësimi i bizneseve për aktivitete ndërtuese dhe porositë aktuale. Pritjet për çmimet në të ardhmen regjistruan rritje të theksuar këtë muaj. Treguesi i besimit në shërbime ul me 0.5 pikë përqindje, ndikuar nga rënja e lehtë e vlerësimit të bizneseve për nivelin e kërkesës dhe ecurisë aktuale të biznesit të tyre. Pritjet e bizneseve për çmimet në të ardhmen janë rishikuar ndjeshëm për lart. Treguesi i besimit në tregti u rrit me 7.6 pikë përqindje në mars, ndikuar si nga vlerësimet optimiste të bizneseve për ecurinë aktuale të shitjeve, ashtu edhe nga pritjet e bizneseve për nivelin e punësimit në të ardhmen. Njësoj si në sektoret e tjerë, pritjet për çmimet në të ardhmen shënuan rritje të theksuar. Ndërkohë, treguesi i besimit konsumator ul me 2.1 pikë përqindje, ku ndikuan ulja e pritjeve për gjendjen e tyre personale financiare, si dhe situatën ekonomike në të ardhmen. Në të kundërt, situata e blerjeve të mëdha regjistroi përmirësim duke dhënë kontribut pozitiv. Të dhënat me frekuencë tremujore tregojnë se norma e shfrytëzimit të kapaciteteve është ulur në sektorët e industrisë, ndërtimit dhe shërbimeve, ndërsa është rritur në sektorin e tregtisë gjatë tremujorit të parë. 24 shërbime kadastrale mund të përfitohen brenda një dite përmes procedurës së përshpejtuar. Ky proces u jep mundësi individëve të kenë akses më të shpejtë në dokumentacionin kadastral, i cili u shërben për procedura të ndryshme ligjore, ekonomike apo administrative. Agjencia Shtetërore e Kadastrës bën të ditur se 24 shërbime kadastrale mund të përfitohen brenda 24 orëve përmes procedurës së përshpejtuar. Ky shërbim synon të lehtësojë ndjeshëm aksesin e qytetarëve në dokumentacionin e nevojshëm dhe të reduktojë kohën e pritjes për marrjen e shërbimeve. Ndërkohë, sipas njoftimit, për të gjitha shërbimet që përfshihen në këtë procedurë,
qytetarët mund të pajisen me dokumentacionin e kërkuar brenda një dite, duke filluar nga momenti i konfirmimit të pagesës nga ana e qytetarit. Ky proces i përshpejtuar u jep mundësinë individëve të kenë akses më të shpejt në dokumentacionin kadastral, i cili u shërben për procedura të ndryshme ligjore, ekonomike apo administrative. Aplikimi për këto shërbime kryhet online përmes portalit Jellbenja. Qytetarët duhet të përzgjedhin shërbimet që kanë kodin PP përpara emërtimit, i cili identifikon procedurën e përshpejtuar. Nga ana tjetër, ndër shërbimet që përfshihen në këtë kategori janë njësër dokumentesh dhe vërtetimesh të rëndësishme kadastrale, si dokumentet e pronësisë, verifikime juridike të pronës, dokumentet tekniko-ligjore. Ndërkohë, Agjencia Shtetërore e Kadastrës u bën apel qytetarëve që gjatë aplikimit të plotësojnë me saktësi të gjitha të dhënat në formularin elektronik në formatin PDF. Çdo pasaktësi apo mungesë dokumentacioni mund të ndikojë në afatin e përpunimit të kërkesës, thekson ASHK. Kjo nismë vlerësohet si një hap i rëndësishëm drejt përmirësimit të shërbimeve publike dhe rritjes së efikasitetit në administratën shtetërore. Të dhënat e Instat për vitin 2025 tregojnë se krahas lëndëve djegëse importet nga vendet e lindjes së mesme përshëndrohen edhe te alumini, pajisjet elektrike dhe plastika me Arabinë Saudite që mban peshën kryesore të furnizimeve nga rajoni. Zyra e statistikave të Mbretërisë së Bashkuar ka publikuar disa të dhëna në lidhje me tregtinë e jashtme me Shqipërinë. Për një vit, eksportet totale të Mbretërisë së Bashkuar në Shqipëri arritën në 205 milion pound, me një rritje prej 7.3%. Ndërkohë, importet totale të Mbretërisë së Bashkuar nga Shqipëria arritën në 169 milion pound, me një rritje prej 8.3%. Por cilat produkte u eksportuan dhe u importuan më shumë mes dy vendeve? Sipas të dhënave të ONS, tregtia mes Shqipërisë dhe Mbretërisë së Bashkuar mbetet e përqendruar kryesisht në disa kategori kryesore produktesh. Statistikat për mbylljen e vitit 2025 tregojnë se Shqipëria vazhdon të eksportojë drejt tregut britanik kryesisht produkte të industrisë së lehtë dhe bujqësisë, ndërsa importet dominojnë nga makineritë dhe pajisjet. Ndër produktet kryesore që Shqipëria ka eksportuar drejt Mbretërisë së Bashkuar kryesojnë veshjet, me një vlerë rreth 2.2 milion pound. Kjo kategori mbetet një nga sektorët më të rëndësishëm të eksporteve shqiptare, duke reflektuar rolin e industrisë fason në ekonominë e vendit. Pas tyre renditet pijet dhe duhani me rreth 1.5 milion pound, si dhe perimet dhe frutat me një vlerë rreth 1.1 milion pound. Në listën e eksporteve kryesore përfshin gjithashtu hekuri dhe çeliku, si dhe produktet minerale të përpunuara, secila me rreth 0.9 milion pound. Nga ana tjetër, importet e Shqipërisë nga Mbretëria e Bashkuar dominojnë nga pajisjet dhe teknologjia. Produkti kryesor importuar janë makinat me një vlerë rreth 4.1 milion pound, duke treguar kërkesën e tregut shqiptar për automjete. Po ashtu një pjesë e konsiderueshme e importeve përbën nga makineri të specializuara, me rreth 2.5 milion pound, si dhe produkte ushqimore të ndryshme, me një vlerë rreth 2.3 milion pound. Në këtë listë përfshihen edhe pijet dhe duhani, me rreth 2.1 milion pound, si dhe makineritë e zyrës dhe pajisjet e teknologjisë me rreth 2 milion pound. Vetëm në muajin shkurt përpunimi i mallrave në portin e Durrësit ka regjistruar rritje prej 12% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ky zhvillim lidhet me intensifikimin e punës në kalatat e portit dhe përpjekjet për të rritur efikasitetin operacional. Shqipëria nuk është ekspozuar ndaj lindjes së mesme vetëm për shkak të naftës. Përpunimi i të dhënave të Instat për vitin 2025 tregon se, krahas lëndëve djegëse, vendi importon nga ky rajon edhe mallra të tjera me peshë, sidomos aluminin, pajisje elektrike dhe plastik. Në kushtet e tensioneve, ndikimi i drejt për drejt për Shqipërinë nuk lidhet vetëm me karburantet, por edhe me disa kategori të tjera mallrash që zën peshë në strukturën e importeve. Nga të dhënat e përpunuara, importet e Shqipërisë nga vendet e lindjes së mesme arritën në rreth 27.6 miliard lekë në vitin 2025. Pjesën ndërmuese zën lëndë djegëse, minerale, vajrat minerale dhe produktet e distilimit të tyre me rreth 19.9 miliard lekë, ose 72.3% e totalit. Pjesa tjetër e importeve arrin në rreth 7.6 miliard lekë dhe është e përqendruar kryesisht në disa kategori të caktuara. Zëri më i madh pas karburanteve është alumini dhe artikuj prej tij me rreth 3.07 miliard lekë, pasi vijnë makineri dhe pajisjet elektrike me rreth 1.64 miliard lekë, si dhe plastika dhe artikuj prej saj me rreth 1.49 miliard lekë. Kjo tregon se, përtej naftës, ndikimi i drejt për drejt i këtij rajoni në importet shqiptare përqendrohet sidomos tek këto mallra.
Importet janë të përqendruara edhe nga ana e vendeve furnizuese. Arabia Saudite mban peshën kryesore me rreth 17.94 miliard lekë ose 64.9% të totalit të importeve nga vendet e lindjes së mesme. Më pas renditen Izraeli me rreth 2.67 miliard lekë, Bahreini me 2.65 miliard lekë, Kuvaiti me 2.23 dhe Emiratet e Bashkuara Arabe me rreth 1 miliard lekë. Kjo tregon se importet shqiptare nga lindja e mesme janë të përqendruara në pak vende furnizuese. Përbërja e importeve ndryshon sipas vendit. Arabia Saudite dhe Kuvaiti dominojnë të lëndët djegëse, Bahreini ka peshën kryesore të alumini, ndërsa Izraeli spikat sidomos të makineri dhe pajisjet elektrike. Plastika paraqitet më e shpërndar, por me peshë më të lartë nga Arabia Saudite, Katari, Izraeli, Omani dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Kjo do të thotë se në terma të ndikimit të drejt për drejt, Shqipëria nuk është ekspozuar vetëm ndaj luhatjeve të forta, por edhe ndaj mallrave të tjera që importohen nga lindja e mesme në vlera të ndjeshme. Pas energjisë, pesha më e madhe bie mbi aluminin, pajisjet elektrike dhe plastikën, tre kategori që zënë vendin kryesor të importeve jo energjetike nga ky rajon. Plerat kimike, ndonse përmenden shpesh në debat për shkak të rritjes së çmimeve, nuk dalin si një zë në importet direkte të Shqipërisë nga lindja e mesme. Në dhënat e përpunuara, ato arrin në rreth 35.9 milion lekë kryesisht nga Jordania, por edhe pse plerat kimike apo grupet e tjera nuk zënë peshë të madhe në importet e drejt për drejta të Shqipërisë nga lindja e mesme, ndikimi në këtë treg mbetet i rëndësishëm përmes çmimeve në tregjen ndërkombëtare. Pas pandemisë, çmimet e banesave në Shqipëri janë rritur ndjeshëm, sidomos në kryeqytet. Studimi Invest Europa tregon disa nga faktorët që mund të sjellin ulje të çmimesh. Porti i Durrësit raporton një ecuri pozitive në përpunimin e mallrave gjatë fillimit të vitit 2026. Autoriteti portuar i Durrësit bën të ditur se përgjatë 2 muajve të parë të vitit është shënuar një rritje e volumit të mallrave të përpunuara në port. Vetëm në muajin shkurt, përpunimi i mallrave ka njohur një rritje prej 12% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Kjo rritje tregon një intensifikim të aktivitetit në kalatat portuale dhe një kërkesë në rritje për shërbimet që ofron porti i Durrësit. Ndërkohë, në total, 2 mujori i parë i vitit 2026 reflekton një rritje prej 5.4%, duke konfirmuar një trend pozitiv në aktivitetin portual. Ky zhvillim lidhet me intensifikimin e punës në kalatat e portit dhe përpjekjet për të rritur efikasitetin operacional. Autoriteti portual i Durrësit thekson se përmirësimi i shërbimeve dhe optimizimi i proceseve po ndikon drejt për drejt në rritjen e performancës dhe në rritjen e kapaciteteve përpunuese. Gjithashtu, rritja e volumit të mallrave pasqyron edhe një gjallërim të shkëmbimeve tregtare. Porti i Durrësit është porti kryesor i Shqipërisë që vijon të luajë një rol të rëndësishëm në lidhjen e tregut shqiptar me rajonin dhe më gjerë. Autoriteti portual Durrës vijon të investojë në infrastrukturë dhe shërbime për të përballuar më mirë flukset në rritje dhe për të përmirësuar përvojën e udhëtarëve. Pas pandemisë, çmimet e banesave në Shqipëri janë rritur ndjeshëm, sidomos në kryeqytet. Studimi Invest Europa tregon disa nga faktorët që mund të sjellnin ulje të çmimesh. Pas pandemisë, çmimet e pasurive të paluajtshme në Shqipëri ka njohur rritje të ndjeshme, sidomos në kryeqytet, ku kërkesa dhe aktiviteti tregtar janë më të larta. Mirë po kjo rritje të çmimesh her pas here është shtyr nga faktorë të ndryshëm, si rritja e mirëqenies, shtimi i turizmit, si dhe standardet e reja të ndërtimit, të cilat pasohen nga kostot të larta. Në këtë val rritjesh të çmimeve të pronave, studimi Invest Europa ka bërë një analizë për të identifikuar skenarin që mund të shkaktonte një ulje të çmimeve në Shqipëri. Skenari më i mundshëm që do mund të shkaktojë një rënje të tregut të banesave është një kombinim i ngadalësimit të ndjeshëm të turizmit, ndoshta për shkak të paqëndrueshmërisë rajonale ose një recensioni europian dhe i shtrëngimit të standardeve të kreditimit bankar, që zvogëlon rrjedhjen e kredisë hipotekare në treg. Shenjat e hershme paralajmëruese që do të tregojnë fillimin e një rënjeje përfshin rritjen e ndjeshme të ditëve që një pronë qëndron në treg, veçanërisht në Tiranë ku mund të tejkalohet 12 muaj, si dhe zgjerimin e zbritjeve mbi 15%, uljen e aplikimeve për leje ndërtimi, rënjen e numrit të vizitorëve të huaj dhe rritjen e kredive me probleme nga bankat. Bazuar në modelet historike, një rënje e mundshme mund të sjellë ulje të çmimeve me 10 deri në 25%, më të theksuar në zona dytësore dhe më të moderuar në qendrën e Tiranës dhe qytetet bregdetare, ku kërkesa mbetet strukturore nga segmente të shumta blerësish. Një ulje e tillë mund të ndikojë jo vetëm te blerësit dhe investitorit, por edhe te zhvilluesit e rinj, duke rishpërndar dinamikën e tregut dhe duke krijuar mundësi për segmentet e pasbuluara të blerësve, ndërsa ata që posedojnë prona në zonat strategjike mund të përfitojnë nga kërkesat të qëndrueshme.
Brenda pak javësh, 4 kompani kanë aplikuar pranë enti regulator të energjisë për të pajisur me certifikatën e garancisë së origjinës. Rritja e kërkesës lidhet edhe me zhvillimet në tregun evropian, ku kompanitë po përballen me kërkesa gjithnjë e më të forta për transparencë mbi burimin e energjisë dhe gjurmën e karbonit. Brenda pak javësh, 4 kompani kanë aplikuar pranë entit regulator të energjisë për të pajisur me certifikatën e garancisë së origjinës. Bëhet fjalë për Enertrade, Nova Solar, Devoli Hydropower dhe Noa Energy Trade, duke sinjalizuar një rritje të interesit për këtë instrument në tregun vendas të energjisë. Ky zhvillim vjen në një kohë kur regjistri i garancive të origjinës, ndonse aktiv prej disa vitesh, rezulton me një përdorim të jetë kufizuar. Ndërkohë, rritja e kërkesës lidhet dhe me zhvillimet në tregun evropian, ku kompanitë po përballen me kërkesa gjithnjë më të forta për transparencë mbi burimin e energjisë dhe gjurmën e karbonit. Edhe pse garancia e origjinës nuk përbën një detyrim të drejtpërdrejtë në kuadër të mekanizmit të rregullimit të karbonit në kufi, i miratuar nga Bashkimi Evropian, ajo po përdoret gjerësisht si një mjet për të dokumentuar përdorimin e energjisë rinovueshme dhe për të përgatitur për standardet e reja klimatike dhe raportuese. Garancia e origjinës është një dokument elektronik që provon se një pjesë ose e gjithë energjia e konsumuar nga një subjekt është prodhuar nga burime të rinovueshme, si era, dielli, energjia hidrike apo biomasa. Çdo subjekt fizik apo juridik mund të aplikojë për regjistrim në këtë sistem, duke u kategorizuar si prodhues, furnizues, tregtar, operator i energjisë së rinovueshme, tregtar i garancive apo klient fundor. Blerja e certifikatave të garancisë së origjinës është e vetmja mënyrë për të dokumentuar në mënyrë të besueshme konsumin e energjisë së rinovueshme në Evropë. Një garanci origjine u sjell përfitime kompanive, duke ofruar reduktime të provuara dhe të verifikueshme të emetimeve. Ato janë mjete efikase, të njohura dhe të mbështetura nga legjislacioni për të dokumentuar dhe formalizuar angazhimin për energji elektrike të qëndrueshme. 35 milion euro për përmirësimin e rrjetit të transmetimit të energjisë elektrike në veri të Shqipërisë pas tërmetit të vitit 2019. Investimet do të kryen përmes një kredie, teksa zëvendës Ministra e Infrastrukturës dhe Energjisë, Edona Bilali, ka dhënë detajet e ndërhyrjeve që do të shtrihen në Fushkruj, Lezhë dhe Shkodër. 35 milion euro për përmirësimin e rrjetit të transmetimit të energjisë elektrike në veri të Shqipërisë pas tërmetit të vitit 2019. Investimet do kryhen përmes një kredie nga Kaza Depoziti e Prestiti, teksa zëvendës Ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë Edona Bilali ka dhënë detajet e ndërhyrjeve që do shtrihen në Fushkruj, Lezhë dhe Shkodër. Projekti përfshin ndërhyrje konkrete dhe të matshme, si rindërtimi dhe ndërtimi në stacioneve kryesore në Shëngjin, në Shkodër dhe në Fushkruj, modernizimin e rrjetit të shpërndarjes në tension të ulët dhe tension të mesëm dhe instalimin e sistemeve të telekontrollit për menaxhimin efikas të rrjetit. Bilali tha se këto investime pritet të ulin humbjet në rrjet, si dhe të përmirësojnë treguesit për ndërprerjet e energjisë elektrike. Këto ndërhyrje, përveç reduktimit të humbjeve teknike, përmirësojnë edhe 2 indikatorë shumë të rëndësishëm ndërkombëtar të performancës, përkatësisht SAIDI dhe SAIFI, dhe krijojnë një rrjet të qëndrueshëm, fleksibël dhe të integrueshëm në sistemet inteligjente të menaxhimit të energjisë në përputhje me standardet europiane. SAIDI është një indikator shumë i rëndësishëm sepse praktikisht mat sa minuta ka pas ndërprerje energjie në një vit, ndërkohë që SAIFI mat sa shpesh është shkput energjia brenda një periudhe një vjeçare. Marrëveshja e Huas ka disa vite që është depozituar në kuvent, por vetëm tani ka nisur shqyrtimi i saj në komisionet parlamentare. Samiti 4 të diasporës shqiptare do të mbahet në Tiranë në datat 13 deri më 15 prill, ndërsa është publikuar edhe ftesa zyrtare e kryeministrit për shqiptarët që jetojnë jashtë vendit. Në fokus të këtij takimi do të jetë roli i diasporës në zhvillimin e vendit dhe rrugëtimi drejt Shqipërisë 2030 në Bashkimin Evropian. Në moton një komb, një zemër, një ardhme, Ministri për Europën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha ka konfirmuar zyrtarisht mbajtjen e samitit të 4 të diasporës në Tiranë në datat 13, 14 dhe 15 prill. Përmes një postimi në rrjetet sociale, kryediplomati Hoxha publikoi ftesën zyrtare të nënshkruar nga kryeministri Edi Rama, ku theksi vihet roli i ri që shqiptarët e botës kanë marrë pas jetësimit të votës së tyre të drejtë për drejtë, shkruan kryeministri Rama. Dia juaj në shoqëritë ku jetoni,
Përvoja juaj në çdo nivel të punës dhe lidhjet tuaja janë një pasuri e madhe kombi ton. Ju ftoj të jeni pjesë e samitit të 4 të diasporës shqiptare për të projektuar së bashku rolin tuaj në rrugëtimin drejt Shqipërisë 2030 në Bashkimin Evropian dhe ju pres me mirënjohje për gjithçka bët e me besim në gjithçka do të vazhdoni të bëni. Në mesazhin e tij, kreu i qeverisë cilëson këtë ritakim si një moment reflektimi dhe mirënjohjeje. Sipas Ramës, suksesi i shqiptarëve në botë, nga punëtorët e thjeshtë e sipërmarrësit deri te profesionistët në auditore në platformat e inteligjencës artificiale, është një pasuri kombëtare që duhet të shërbejë si energji e re për zhvillimin e Shqipërisë. Ju nuk jeni më thjesht lek dërgues bujar dhe vëzhgues të kujdesshëm të Shqipërisë, por edhe ndërtues aktiv të së ardhmes së ADEU ton të përbashkët. Samiti prillit është pikërisht hapësira ku do të diskutojmë se si ta kthejmë këtë stad të ri marrëdhënieje në një energji të re për një motor të shtuar të zhvillimit të Shqipërisë. Samiti diasporës mbetet aktiviteti më i madh i këtij lloji, duke mbledhur në kryeqytet përfaqësues të komuniteteve shqiptare nga të 5 kontinentet. Eurostat ka publikuar të dhënat mbi familjet ku të paktën një anatar ka nevojë për kujdes afatgjat për shkak të problemeve shëndetësore. Në Shqipëri vetëm 9% e personave me nevojë për kujdes afatgjat marrin shërbime profesionale në shtëpi, ndërsa 91% kujdesen kryesisht nga familjarët. Eurostat ka publikuar disa të dhëna mbi familjet ku të paktën një antar ka nevojë për kujdes afatgjat për shkak të problemeve shëndetësore. Statistikat tregojnë se kjo është një çështje që prek një pjesë të konsiderueshme të popullsisë në Europë dhe mënyra se si ofrohet kujdesi ndryshon nga një vend në tjetrin. Në Shqipëri, rreth 9% e personave që kanë nevojë për kujdes afatgjat marrin shërbim profesional në shtëpi, ndërsa pjesa më e madhe, rreth 91% e kujdesit, ofrohet nga vende të tjera si institucionet dhe familjarët. Në nivel të Bashkimit Evropian, në vitin 2024, rreth 8.5% e njerëzve jetonin në familje ku të paktën një antar kishte nevojë për kujdes afatgjat për shkak të problemeve shëndetësore. Nga këta, 28.3% morën shërbime profesionale të kujdesit në shtëpi, ndërsa pjesa tjetër u mbështet kryesisht te familja ose të forma të tjera. Të dhënat tregojnë gjithashtu dallime të mëdha mes vendeve. Për shembull, më shumë se gjysma e personave që kishin nevojë për kujdes afatgjat në Danimark, Çipër dhe Belgjik mbështeteshin në shërbime profesionale të kujdesit në shtëpi. Në këto vende, sistemi i shërbimeve sociale është më i zhvilluar dhe familjet përdorin më shpesh asistencë profesionale. Nga ana tjetër, ka edhe vende ku kujdesi profesional në shtëpi përdoret shumë më pak. Përqindjet më të ulta janë regjistruar në Estoni, Hungari dhe Poloni, ku ashtu si në Shqipëri një pjesë e madhe e kujdesit ofrohet nga familjarët. Kjo tregon se në shumë vende të Europës lindore dhe të rajonit, kujdesi brenda familjes mbetet një element i rëndësishëm social dhe kulturor. Në këtë kontekst, Shqipëria rezulton në një situatë të ngjashme me rajonin, pasi modeli kujdesit familjar vazhdon të jetë zgjidhja kryesore për shumë familje që preferojnë të kujdesen për të afërmit e tyre në ambientin e shtëpisë. Bashkimi Evropian po shqyrton rivendosjen e masave të krizës energjetike që përdorin në vitin 2022 për të adresuar çrregullimin e vazhdueshëm në tregjet e energjisë të shkaktuar nga lufta me Iranin. Varësia e madhe e Evropës nga karburanti importuar lë atë të ekspozuar ndaj ndikimit të konfliktit në lindjen e mesme. Bashkimi Evropian po shqyrton rivendosjen e masave të krizës energjetike që përdorin në vitin 2022, kur Rusia uli furnizimet me gaz për të adresuar çrregullimin e vazhdueshëm në tregjet e energjisë të shkaktuar nga lufta me Iranin, tha shefi i energjisë i bllokut. Duke folur pas një takimi virtual të ministrave të energjisë të vendeve të Bashkimit Evropian për të diskutuar përgjigjen e tyre, komisioneri tha se planet përfshinin propozime për të frenuar tarifat e rrjetit dhe taksat mbi energjinë elektrike. Nuk e dim se sa do të zjas kjo krizë dhe meqense nuk e dim se sa e thellë do të jetë, po përgatisim gjithashtu masa të ndryshme që ngjajnë më shumë me ato që përdorëm gjatë krizës në vitin 2022, tha ai. Bashkimi Evropian prezantoi një sër politikash emergjente në vitin 2022, pasi Rusia uli furnizimet me gaz pas pushtimit të plotë të Ukrainës. Ato përfshinin një kufizim në të gjithë Bashkimin Evropian për çmimet e gazit, një taks mbi fitimet e papritura të kompanive të energjisë dhe objektiva
Turqia për të frenuar kërkesën për gaz. Jurgensen tha se lufta në Iran mund të shkaktojë probleme të zgjatura në tregjet e energjisë. Edhe nëse nesër do të kishte paqe, do të ketë pasoja, sepse infrastruktura energjetike në rajon është shkatëruar nga lufta, u tha ai gazetarëve pas takimit të ministrave të Bashkimit Evropian. Varësia e madhe e Evropës nga karburanti importuar e lë atë të ekspozuar ndaj ndikimit të konfliktit në lindjen e mesme në çmimet globale të energjisë. Çmimet e gazit evropian janë rritur me më shumë se 70% që nga fillimi i luftës SBA-Izrael me Iranin më 28 shkurt. Furnizimet e bllokut me naftë të papërpunuar dhe gaz natyror nuk janë goditur drejt për drejt nga mbyllja e ngushticës së Hormuzit, pasi Evropa importon shumicën e këtyre burimeve të energjisë nga furnizues jashtëlindjes së mesme. Presidenti i SBA-s Donald Trump tha se lufta në Iran do të përfundojë shumë shpejt, duke dhënë një afat kohor prej 2 deri në 3 javësh. Ndërkohë, kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha se Izraeli do të vazhdojë fushatën e tij ushtarake kundër Teheranit. Presidenti Amerikan Donald Trump tha se lufta në Iran do të përfundojë shumë shpejt, duke dhënë një afat kohor prej 2 deri në 3 javësh, ndërsa Shtëpia e Bardhë njoftoi se Trump do të mbajë një fjalim drejtuar kombit të mërkurën në mbrëmje për të ofruar një përditësim të rëndësishëm mbi Iranin. Trump pretendoi se Shtetet e Bashkuara do të kenë mbaruar konfliktin ndoshta brenda 2 javësh, mbase disa ditësh më shumë për të bërë punën, por ne duam të shkatërrojmë çdo gjë që ata kanë. Kur të ndjejmë se ata për një periudhë të gjatë kohore janë të vendosur në epokën e gurit dhe nuk do të jenë në gjendje të shpikin një armë bërthamore, atëherë do të largohemi. Nëse kemi një marrëveshje apo jo është e parancishme, tha ai. Sipas Trump, Shtetet e Bashkuara mund të arrijnë një marrëveshje me Iranin para se të mbarojnë javët e ardhshme, por tha se nëse jo, do të arrijmë në disa ura. Kemi disa ura të mira në mendje, por nëse ata vinë në tryezën e bisedimeve, kjo do të jetë më mirë. Ndërkohë, kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu tha se Izraeli do të vazhdojë fushatën e tij ushtarake kundër Teheranit, duke deklaruar se do të shkatërrojë regjimin terrorist të Iranit. Fushata nuk ka mbaruar, tha ai në një deklaratë televizive. Ne do të vazhdojmë ta shtypim regjimin terrorist. Komentet e Netanyahut erdhën menjëherë pasi presidenti i Iranit Masoud Pezeshkian tha se vendi i tij kishte vullnetin e nevojshëm për të dhënë fund luftës me Izraelin dhe Shtetet e Bashkuara, por po kërkonte garanci se konflikti nuk do të përsëritej. Nafta ra më shumë se me 3% të mërkurën, ndërsa paqëndrueshmëria e vazhdueshme në lindjen e mesme shqetësoi tregjet. Megjithatë, edhe nëse konflikti përfundon, dëmtimi i infrastrukturës ka të ngjarë të mbajë furnizimet të pakta, thon analistët. Nafta ra me më shumë se 3% të mërkurën duke përmbysur fitimet e mëparshme, ndërsa paqëndrueshmëria e vazhdueshme në lindjen e mesme shqetësoi tregjet dhe mes raportimeve se lufta Shtetet e Bashkuara Izrael ndaj Iranit mund të jetë drejt fundit. Kontrata e naftës Brent ra me $3.33 në $100.64 për fuqi, ndërsa kontrata e naftës së papërpunuar të Teksasit Perëndimor ra me $3.34 në $98.04 për fuqi. Presidenti Donald Trump u tha gazetarëve se Shtetet e Bashkuara mund ta përfundojnë fushatën ushtarake brenda 2 deri në 3 javësh dhe se Irani nuk ka nevojë të bëjë një marrëveshje për të dhënë fund konfliktit. Deklarata e tij më e qartë deri më tani se dëshiron të jap fund luftës njëmujore. Megjithatë, edhe nëse konflikti përfundon, dëmtimi i infrastrukturës mund të mbajë furnizime të pakta, thonë analistët. Sipas tyre, çmimet e naftës do të varen nga shpejtësia me të cilën do të normalizohen zinxhiret e furnizimit më pas, edhe nëse fillon të ulet tensioni, kostot e transportit dhe sigurimi, lëvizja e cisternave do të duhet kohë për të rikthyer në normalitet, shtojnë analistët, duke theksuar se dëmi aktual në infrastrukturën e naftës mund të vlerësohet vetëm më vonë. Prodhimi i naftës së OPEC ra me 7.3 milion fuqi në ditë në muajin mars krahasuar me shkurtin, duke treguar ndikimin e shkurtimeve të detyruara të eksportit për shkak të mbylljes së ngushticës së Hormuzit. Ndërkohë, prodhimi i naftës bruto në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ra me ritmin më të lartë në 2 vite në janar, pas një stuhie të fortë dimërore që ndërpreu prodhimin në pjesë të mëdha të vendit, treguan të dhënat nga Administrata e Informacionit për Energjinë. Popullsia e Italisë është stabilizuar pas 12 vitesh rënje, me emigracionin që pothuajse të rësisht kompenson një numër në rënje të lindjeve, ndërsa jetëgjatësia vazhdon të rritet. Të dhënat paraprake treguan se popullsia rezidente ishte 58.94 milion më në janar të këtij viti.
Popullsia e Italisë është stabilizuar pas 12 vite rënje, me imigracion që pothuajse tërësisht kompenson një numër në rënje të lindjeve, ndërsa jetëgjatësia vazhdon të rritet, tha Agjencia Kombëtare e Statistikave Istat. Të dhënat paraprake treguan se popullsia rezidente ishte 58.94 milion më janar të këtij viti, praktikisht e pandryshuar nga një vit më parë, tha Istat në raportin e saj vjetor demografik. Italia mbetet një vend ku vetëm migrimi neto shumë pozitiv mund të kompensojë një ndryshim natyror kryesisht negativ dhe ku popullsia vazhdon të plaket, tha zyra e statistikave. Pa një fluks të qëndrueshëm migrantësh, popullsia do të vazhdojë të kurret, duke intensifikuar presionet afatgjate në tregun e punës dhe financat publike, shtoi Istat. Fluksi i migrantëve ka ndodhur nën qeverinë e krahut të djathtë të kryeministes Giorgia Meloni, e cila ka ndjekur një qëndrim të ashpër ndaj migrantëve pa dokumente, ndërsa ka rritur gjithashtu vizat e punës për qytetarët jashtë Bashkimit Evropian. Lindjet ranë 355.000 në vitin 2025, 3.9% më pak se një vit më parë, në një rekord të ri të ulët që nga Bashkimi i Vendit në vitin 1861, ndërsa vdekjet mbetën përgjithsisht të qëndrueshme në 652.000, duke dhënë një bilanc negativ prej afër 300.000 personash. Fertiliteti ramotej një mesatare për 1.14 fëmijësh për grua, në nivelet më të ulta në Evropë dhe shumë në shkallën e zëvendësimit për 2.1, duke reflektuar përndërimin e vonuar dhe një numër në të kurrje të prindërve të mundshëm. Imigracioni neto ishte 296.000, me mbërritjet nga jashtë vendit që arritën në 440.000, ndërsa emigracioni randishëm në 144.000, niveli më i ulët i regjistruar në dekadën e fundit. Popullsia e huaj rezidente u rrit me 188.000 në 5.56 milion. Jetëgjatësia u rrit më tej pas viteve të pandemisë COVID-19, duke arritur në 81.7 vjet për burrat dhe 85.7 për gratë, duke vendosur Italinë ndër vendet me jetëgjatësinë më të madhe në Bashkimin Evropian, tha Istat. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më tepër informacione mund të klikoni në faqen tonë të internetit skantv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Gjithashtu mund të na ndiqni edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Faleminderit për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.